Ndodhemi në një zonë me histori, traditë, trashëgimi, kulturë, siç është Dibra. Padyshim, çdo copës e Dibrës ka pjesën e saj. Sot ndodhemi në zonën e 4 grykëve. Pas është Selishta. Sigurisht për natyrën nuk është e nevojshme të flas, sepse dallohet. Zoti i ka dhënë gjithçka sa i takon bukurisë natyrore kësaj zone. Madje këtu do duhet vinin piktorët, sepse padyshim do të frymëzoheshin me këtë natyrë. Por është edhe ana tjetër e monedhës. Kjo zonë ka patur dikur 6.000 banor, shkuar 6.000 banor. Sot kanë mbetur 300, 400, ndoshta edhe më pak. Cila është arsyeja? Kjo rrugë. Kjo rrugë e tmerrshme, e cila vështirë të kalohet edhe me një mushkë. Të vjen keq edhe mushkën ta kalosh këtu, jo me një makinë. Kjo ka bërë që banorët të largohen. Kjo ka bërë që e gjithë kjo bukuri natyrore të qëndrojë e tillë. A nuk është një mëkat që kjo natyrë, jo vetëm e fshatit Selisht, por e të 4 fshatrave që ndodhen këtu, të qëndrojë pa mundësi për të zhvilluar? Sepse mundësia për të zhvilluar turizmin malor këtu është e jashtëzakonshme. Duhet vetëm rruga. Ja, kaq e thjeshtë është. Nuk duhet diçka e madhe. Banorët pjesën tjetër e bëjnë vetë. Vetëm rruga. Kjo zonë ka patur dikur 4 shkolla, edhe një të mesme. Sot kanë mbetur 2 tilla, në fakt nuk janë 2 shkolla, janë thuajse 2 klasa. Sepse banorët vazhdojnë të largohen. Edhe të mbeturit, nëse nuk do të vihet dorë, do të zbresin. Pra, që kjo zonë të zhvillohet, që këta banorë të jetojnë mirë, me mundësi të mira ekonomike, duhet mbështetur, duhet rruga. Dhe padyshim një pjesë do të zhvillojnë turizmin malor. Pra, dalim tek ajo shpreha. Zoti i këtij vendi ka dhënë gjithçka, por ka një pjesë tjetër që kërkon t'ia marrë, mos t'i jap në këmbim mundësinë për të zhvilluar. Kjo është Selishta, këto janë 4 grykët, dhe padyshim si kjo zonë ka shumë të tjera në Shqipëri, që kanë traditë, kanë trashëgimi, kanë kulturë, kanë histori, kanë natyrë, presin vetëm dorën e një projekti serioz që të zhvillohen. Kështu ecën përpara vendi, kështu edhe këta banorë jetojnë mirë, me rrugë të mirë, me arsim, me shëndetësi, me kushtet për blegtori dhe bujqësi dhe për të ecur më tej. Kështu ecën rrjedhimisht edhe ekonomia e Shqipërisë.